nderuar shikues, ja ku po ritakojmë sërish së bashku në këtë ditë të fundit të kësaj jave, e cila më tepër ka qenë javë jo pune, sesa pune për shumë për ne, por për gjithë ata që vazhdojnë ndoshta të jenë duke mbajtur dinamikën e punës, por edhe për ju tjerë që jeni rahatuar nga rehatia e shtëpisë po na ndiqni, ne sot do fokusohemi pak më shumë tek të rinjt. Në fakt, të rinj studentët, aktivizimi i tyre ka qenë kryefjalë jo vetëm në Maqedoni, ai u zgjërua si temë edhe më gjerë, sipërmes protestave, por jo vetëm. Në fakt, do flasim për atë se sa është e rëndësishme që ta kemi elementin e të rive si në jetën politike, si në politikbërje, si në vendimmarrje, dhe pse në fakt është e rëndësishme që të rinjt t'i kemi ne aktiv, dhe jo të kemi rini pasive e cile vetëm i vuan pasojat e vendimmarrjeve dhe politikbërjes së më të moshuarve, le të themi, apo prindërve tanë, kështu me radhë. Dhe për këtë temë, së bashku me mua këtu në studio është Agron Demiri. Agron, mirë se na erdhe. Mirësi u gjeta. Temë si çdo herë më adekuate dhe më me vend për të bësh biseduar për opinionin dhe për gjithë publikun. Nuk kemi dhe nuk do të kemi, andaj që kënaqësia ime dhe njëherë faleminderit për ftesën. Në fakt, për shkak se ne njihemi për shumë gjatë kohë, unë e di aktivizmi yt ka filluar që në vitet e studimeve, thuaj pak nga perspektiva personale, pse e ke ndjenë nevojën që ti duhet të kyçesh në jetën publike? Atëherë, pikërisht ajo që edhe njihemi edhe kemi punuar bashkë në jetën studentore në një mënyrë apo tjetër, kur e sheh fillimet e studimeve dhe merr angazhime gjatë asaj kohe, është një inspirim shtesë se sa kur kiqesh gjatë jetës me përvojën, pas që përvoja bashkë me atë aktivizimin e bën atë më të mirën mundshme, mirë po ne si të rinj, konkretisht në aspekt individual, ashtu edhe si që hape emisionin, unë që nga koha e studimeve i kam nuhatur edhe i kam udhëhequr këto drejtime të themi, dhe jam shumë i kënaqur dhe çdo herë jam entuziast në atë kohë. Çdo herë unë mund të them kështu në tavolinë ajo formale, kudo që na sjell jeta studentore dhe liderzimi studentor nuk kthehet dot prapë. Edhe kjo është aq sa jam publik në jetën publike dhe merrem edhe me politikë edhe me aktivitete tjera edhe me veprimtari tjera, nuk e plotson dot atë kohën e studimeve, pse relativisht vi nga një moshë e re që sa kum kry studimet postdiplomike, mirë po mund të themi tashmë i diplomuar që nuk merremi andej dhe nuk jemi pjesë e strukturave ose pjesë e studimeve. Dhe unë çdo herë kam thonë dhe them, çdo herë duhet suportuar rinia dhe duhet të investojmë në kapitalin e rinisë, dhe personalisht njerëzit që e njohin Agronin, unë investoj te shoqëria, investoj te kolegët e mi, ashtu që ka qenë reciproke edhe në fillimet e mia, dhe kjo nuk e ka të bëjë me atë se ne ndikimin e kemi ose në një mënyrë apo tjetër që si mund të komentohet nga publiku. Unë çdo herë jam i drejt për drejt dhe lojaliteti im e ka bërë atë që të duket edhe nga këndvështrimi i publikut. Investoj te rinia dhe suportoj rinin çdo herë që të jenë pjesë vendimmarrje dhe motivoj shtesë, dhe kjo duket me daljen e të rive në rrugë, jo vetëm me çështjet e fundit që ngritën tema të provimit të jurisprudencës, unë mund të them që pasaj u stërzgjat dhe u hap me një krah tjetër për çështje gjuhe që nuk takon mu tash të hapi unë atë temë, pas që nuk jam pjesë asaj kauzën këtë rast, mirë po çdo herë duhet përkrahet rinia dhe duhet përkrahet edhe nëse e ka me gabim. Pse? Çdo herë i riu ka nevojë që t'i jepet hapësira dhe t'i jepet mundësia, dhe kjo e bën një të rinj ndryshe nga ai personi kompetent me përvojë. Mirë po në atë këndvështrimin tash që merremi me jetën publike dhe shohim se çka bëjnë të rinjt, unë jam tepër i gëzuar pas që kam hasur me probleme ku nuk kam arrit të bind i studentët që të marrin pjesë në një aktivitet
jo vetëm për rebelizim ose me një situatë të ngritim çështje, për aktivitet social, kulturor, kemi has edhe asoj handicap e problemin, kohën kur kam qenë unë lideri studentëve në Universitetin e Evropës Juglindore, dhe çdo herë tash kur shoh të ri dhe treja që duan të merren, unë jam i entuziazmuar dhe i uroj ato që të merren edhe më shumë dhe të jenë pjesë e vendimare dhe vendimbërjes që kur do e lidhin me jetën e tyre akademike, profesionale dhe natyrisht me atë përvojën konkrete të drejtimeve të tyre, çdo herë një shoqëri del më e mirë. A ka gabime dhe a ka ndërhyrje anësore, çdo kush edhe pensionistët me u çu në këmbë, çdo herë një dorë e zgjatur do tentoj të jetë pjesë e saj, mirë po unë nuk kam argumente të tilla dhe nuk du të hyj në temë të jetë folim për pozitivitete pas festës së Kurban Bayramit dhe emisioni është i tillë dhe jam çdo herë tip hiperaktiv në këtë drejtim dhe jam tip pozitiv, negativitet të t'i lëm anash dhe personat jo mirënjohës që nuk din të vlerësojnë suportet tona, çdo herë ti ndëshkojmë në mënyrë pozitive dhe me të qeshur dhe të urojmë sukses në jetë, nëse ata ose ajo ose ai mendon se do jetë e vetmuar më e mirë e suksesshme. Se unë çdo herë në konkluz që kur kam qenë lider studentë kam thënë askush nuk mund të jetë i vetëm i suksesshëm. Kur ka ekip të mirë, tim të suksesshëm, ka dhe rezultate të suksesshme dhe atë kemi bën kohën unë kur kam qenë. Tash dhe ti japin komentat vetë të rinjt, studentët dhe organizatat jo qeveritare, partitë politike, të japin komentat në këndvështrimin. Unë tash jam pjesë një partie politike, udhëheqi politika rinore, jam më i ri në bordin ekzekutiv, konkretisht të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, kam qenë më i riu deputet në kohën kur kam provuar vetveten në zgjedhjet e fundit parlamentare të 8 majit dhe mburëm atë betej që e nisëm atëherë dhe nuk do të ndalemi pasi që atëherë ishte edhe karavani im, nuk të heqim dorë nga e ardhmja dhe tash e ardhmja jonë është pro vendeve evropiane dhe me kësaj politikash që fatkeqësisht hasim në përditshmëri me një ekonomi të tillë të keqe, themi me keq menaxhim, hasim në përditshmëri që çdo i ri tash merr kuferin dhe shkon bën jetë, se nuk është koha si më parë kur kanë provu, e kanë ditë se do kthehet i ri ose djali ose vajza e një familje, tashmë dihet që shkon jeton dhe kjo është më e dhimbshme dhe gjithë bashkë mendoj se duhet ta ndalojmë këtë dhe kur ka ekipe dhe kur ka misionar dhe vizionar të mirë në këtë drejtim, unë mendoj që çdo herë do hasim në një vesh të cili do të na dëgjoj, konkretisht ai vesh është vesh i popullit dhe vesh i popullit çdo herë ka bë betejë dhe ka bë revolucion, ku e kemi shtetin e Hungarisë, ku kemi shtete konkrete në Evropë dhe gjithandej që din të bëjnë revolucion dhe çdo herë i kam përkrahur dhe dua të përkrahij rinin dhe nesër kur do jem unë në një karike të them të një personit me përvojë dhe më shumë të madhe, nuk do e ndryshoj qëndrimin që rinia duhet përkrahur dhe suportohet temase. Në fakt kemi shumë shembull historia na ka dëshmuar shumë raste kur nëse të rinjt ngrihen në këmbë dhe duan të sjellin ndryshimin ose ndoshta të thyejnë ndonjë padrejtësi, ja kanë arritur. Mirëpo, Agron, ti vetë përmende që në kohën kur ke qenë ti vetë student ka qenë shumë e vështirë për t'i bind të rit për t'u marrë me aktivitete të ndryshme. Përse mendon që ne kemi këtë rini ndoshta pak më pasive se sa që do duhesh të jetë, ose të moshuarit marrin shembull në kohën tonë bëm universitete, bëm luftë, bëm gjë, kemi qenë të ri, kurse ne sot duket sikur po i vuajmë pasojat e të tjerëve. Themi realisht, është një fakt i pamohshëm që unë ka pas situatë që hatri e ka bërë një X aktivitet në asoj kohë, që kam gëzuar atë autoritet pranë masës dhe kemi kërri aktivitetin, jo që e kemi dalë jo të suksesshëm, mirë po fakt është edhe ajo që rinia deri para një kohë caktuar, konkretisht mund të them 5 vjeçare, erdhi si një rezultat të demotivuar, nuk deshin të jenë pjesë e jetës aktive, u merreshin vetëm me vetveten dhe me ekipin e tyre të ngushtë dhe shoh që kjo
ka ndryshuar në aspekt pozitiv, është ngrit iniciativa studentore, iniciativa rinore, forumet rinore të partive politike janë më shumë me pesh, ne konkretisht kemi pat parti politike, më do të them 20 vjet në pushtet konkretisht partia politike shqiptare që nuk ka pat forum rinor aktiv si që është tash me bën iniciativa për reformimin e forumeve rinore, njëkohësisht edhe parti që tash u bën bashkë foli për kampin shqiptar, u bën një parti, shoqë forumet rinore janë pjesë e organizimeve konkrete. Partia ku unë jemi vetë pjesë e vendimmarrjes mbi 4 të rinj, jemi pjesë e bordit ekzekutiv dhe kjo është ai rezultati që të rinjt janë vetëdijsuar. Aspekti ditë mund të lirisht them të inteligjenca artificiale, teknologjitë që duam ose nuk duam, duhet ta pranojmë që ajo shumë lart ka shkuar në drejtimin se ku ishte dje dhe pasiviteti i të rinjve në asë kohë mund të them që çdo herë kanë qenë të ndikuar nga person i tret ose konkretisht indikator i tret. Të rinjt leja derën hapur. Mos u mundo t'ja ndikosh ose t'ja imponosh një situatë të caktuar dhe për atë arsye unë mendoj dhe argument më i mirë i mundshëm është ajo, mirë po ka dhe shumë argumente tjera që mundot edhe t'jenë pjesa asaj pasivizimit të atëhershëm që edhe lidhet me atë që pleqet tanë, mosmoshuarit tanë na komentojnë, mirë po edhe ato tash nuk mund ta kuptojnë botën tonë. Do ta kuptojnë se ne jemi në një pjesë tash një fëmijë 6 vjeçar ta din anglishtën, ta din teknologjinë që edhe unë e mba mend kohën time kur kam qenë 6 vjeçar që nuk kam qenë aq i shkathët sa është tash një mbesa ime ose një vajza e një shoku tim dhe konkretisht kjo është ajo që bën me atë inteligjencën artificiale, me teknologjitë bashkëkohore që sa vinë shtohen dhe përmirësohen këtë drejtim dhe me një fjalë rinia ka ardhur kohë që të vetë vendos. Dash del një çift i ri, jeton bashkë, veprimtarinë e saj e tij e bën bashkë me çiftet që nuk ka ndodhur më para, ka qenë paradoks një i ri i re të dale prej shtëpie dhe të jetoje jashtë një familjes, konkretisht familjes sado që tjetë mirë ose me kulturë ose me traditë, mos him në ato familje që nuk duhet komentoj se ka çdo herë gabime të mundshme në një familje eventuale, mirë po shumica dërmues janë familje që vinë me kulturë dhe tradita të mira dhe duhet të përkrahen të rinjt jo vetëm në aspekt studentor, jo në aspekt iniciativa. Të rinjt duhet përkrahen në çdo aspekt të jetës. Nëse duam sukses, nëse s'duam sukses, krejt do ikim dhe do komentojmë si komentojnë të parët tanë, do shkojnë, nuk do folje shqip, nuk do folje gjuhën e nënës, por nuk do të folje nëse ti ja imponon atë rrugë. Fatkeqësisht ne jemi pjesë e një politike jo të mirë të udhëhequr në 2 vitin e fundit në aspektin financiar dhe në aspektin e bashkëjetesës. Ende ne kemi tema që pse shqiptarët neglizhohen, pse maqedonasit mundohen kështu, pse ndodhin këto probleme në sport, në kulturë, në iniciativa studentore, ende ne merremi me kësaj çështjes. A këto tema 7 vite kur ishin udhëheqësia tjetër konkretisht pjesë e pushtetit nuk kanë qenë, foli pala që unë jam pjesë bashkë me ato, konkretisht politikat e ish-kryeministrit Zoran Zaev, i shuajti këto tema dhe këto barierat, mirë po çdo herë ka eksponent që duan të ushqejnë rinin ose konkretisht shoqërinë në përgjithësi me kësaj temash që nuk jam pjesë e kësaj kulture dhe pjesë e kësaj problematikash, mirë po uroj që të rinjt do vetëdijsohen dhe më shumë dhe do japim shploka të forta dhe do jemi pjesë çdo herë vendimmarrjes dhe nëse nuk na duan do jemi pjesë edhe në një revolucioni konkret dhe pse mos jemi pjesë mos ketë edhe një subjekt politik rinor që mund të vijë edhe koha që nesër të kemi edhe një subjekt politik të udhëhequr nga të rinjt dhe të tregohet se të rinjt janë arma më e fuqishme e mundshme e shoqërisë dhe të matemi në terren.
Në fakt, ne do vazhdojmë të flasim mbi atë se sa është rëndësishme që të rritë të jenë aktiv në jetën publike. Shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Po rikthehemi sërish në studio dhe vazhdojmë të jemi me Agron Demirin këtu në studio për të folur mbi të rinjt. Agron, sa është rëndësishme që të rinjt jo vetëm të jenë aktiv, por gjithashtu në mënyrë aktive të jenë të kyçur në vendimarrje. Kur jemi te kjo, mund të themi si temë, si më të hapim, çdo i ri që don të merret me politikë dhe don të merret me jetën publike, don ose nuk don, është e rrugës dhe është e mira që të kyçet në një subjekt politik konkret, që njëherë çfarë vlerash ndahen, majtiste, djathtiste, ku e sheh vetveten, ku e sheh shoqërinë dhe ku i sheh problemet dhe handicapet. Unë çdo herë i thiri të rinjt dhe të reja t'jenë pjesë ku jam unë, jo domosdoshmërisht, mirë po jam i dëshmuar. Me një kohë pas liderizmit tim studentor dhe në moment që kam kryer studimet, kam qenë pjesë e proceseve të politike dhe konkretisht një subjekt politik që kam kapur personalisht një 2 vjeçare, pak më shumë, në pushtet, që çdo herë kur është partia në pushtet mundesh edhe të ndihmosh dhe të suportosh më shumë, e kemi dëshmuar veten dhe çdo i ri që mendon që kjo mund të bëhet në një mënyrë tjetër, jo që gabohet, mirë po mënyra më e mirë e mundshme tjetër një ri i kyçur në jetën publike është e rrugës të jetë pjesë e një subjektit politik. Andaj inkurajoj mesazh direkt drejt për drejt nga një emision i tillë që çdo 33 që don të merret le të kyçet në politikë, pasi që tash i kemi mundësitë shoqërore, Maqedonia është e vogël, partitë politike janë të shumta, ku e gjen vetveten të jenë pjesë e kësaj. Njëherë kjo është një ai fillimi i çdo 33 që të jetë pjesë. Mirë po, se çfarë vlera ndaj unë dhe ku jam unë mund do të foli edhe për vetveten, çdo kush mund do të edhe të ketë ato komentet dhe ato paragjikimet e saj ose ti që vin nga një parti qytetare, mirë po një parti qytetare që vin 26 vjeç, jam pjesë me një organ më të vendimarrës dhe ku krijojmë politika, dhe një parti politike që nuk është e hapur gjë, ka mbi 30 vjet përvojë politike që unë realisht s'kam vjet. Dhe kjo është një argument shtesë që çdo i ri të jetë pjesë e politikës. Agroni nuk është i vetëm, nesër do zëvendësohet, nesër do vije edhe një i ria ose 3 tjera të jenë pjesë e vendimarrës, se sa 3 tash janë pjesë, nuk e di a shohim në përgjithësi rinia dhe shoqëria që çdo parti politike konkrete dhe parti maqedonase, parti shqiptare, kryefjalën e kanë rinia, të rinjt, kohës fundit. Kjo më një mënyrë është imponuar nga rebelizmi jon, nga aktivizmi jon, dhe më një mënyrë tjetër edhe kur e shohin se shtetet evropiane, partitë më të forta në Europë dhe gjithandej dhe në shtetet e bashkuara, i ndikojnë rinia për procese vendimarrëse dhe kjo është ka të bëjë me atë që ne si të rinj duhet merremi me jetën publike dhe unë e dua këtë jetë, jo çdo kush i ri ose e re e don, mirë po shoh që ka pozitivitet në këtë drejtim dhe uroj që do ketë sa më shumë dhe të shohim nesër në për lista konkrete edhe për zgjedhjet parlamentare edhe lokale dhe kur do të qofshin betejat, kur do të hapen në një mënyrë apo tjetër, të jenë kryefjala dhe të rinjt për pozita kyçe dhe përgjegjësi konkrete. Do e themi, mirë po s'ka përvoj filanja ose fistekja, se kjo është ajo arsyeshmëria e më të moshuarve, me gjithë respektin për ato se ne marrim mësime dhe marrim suporte nga ato, mirë po mundësin si mos ja japish një 33, ku keti argumenti se ajo do t'jeti i suksesshëm. Andaj na japën hapësirën dhe ta provojmë vetveten dhe të shohim se si del rezultati. Po, në fakt, gjithmonë bëhet ky paralelizmi që të rinjt se kanë eksperiencën, por nga ana tjetër të rinjt thonë më të vjetrit nuk mund të dinë se cilat janë nevojat tona, sepse ata kanë kaluar rinin, po kanë kaluar rinin në një kohë tjetër. Kështu që a mendon që për të rinjt më së miri vendosin të rinjt vet? Po pikërisht edhe atë edhe në arsyeshmërinë edhe
para reklamës unë e thash që të rritë do të vinë një kohë që edhe do të vinë edhe në një situatë që nëse ne nuk do të dëgjohemi, që fatmirësisht tash kohës fundit jemi të dëgjuar, mirë po çdo herë kemi nevojë sa më shumë, mos e lëmë të rritë vinë edhe të marrin hapa konkret që të jenë pjesë e vendimarrjes të tire pa suportin e një grup moshave tjera, mirë po kur jemi gjithë bashkë, pasi përvoja, indikacionet e jashtme, brendshme, të një organizatës politikë, kur janë krejt të përbashkuar, çdo herë suksesi është edhe më i mirë, kur bëjmë një platformë konkrete. Ne mund të foli edhe vetë në tash javën tjetër në Partinë Ku dhe unë kontribuj, kemi kongresin kongres që t'japin llogari dhënie, mirë po kongres që të bëjmë program konkrete ku janë thirrur gjitha mediumet dhe do jemi aty dhe dëgjojmë drejt për drejt nga udhëheqësia, nga ne konkretisht se bëjmë edhe me politika rinore, bëjmë edhe me politika konkrete dhe kur dëgjojmë kësaj punësh pasi që kohën e fundit ne kemi hasur nga gjitha partitë politike, edhe opozitare dhe opozitare, që të kemi edhe kongrese konkrete ku kemi pasë të rritë kanë qenë, thash edhe disa herë kanë qenë edhe kryefjala. Thash edhe vinë edhe kongresi i on, ajo shlak mbi tortën që themi, dhe do bisedojmë dhe do jem zëri kritikus nëse nuk do ketë, edhe pse i kemi te kalu dhe i kemi shqirtu gjitha pikat para pikat ku kemi para bisedu në organet para se më arrit në kongres, dhe kjo e bën me atë vetën që është e rrugës shu si është shtuec mirë, por çdo herë mundet edhe më mirë. Që mundet më mirë. Në fakt, Agron e përmende pak protestën dhe në fakt, unë dua të ndalem jo në dimenzionin e komenteve të cilat vetë më janë dhënë edhe çështja e jurisprudencës tashmë pritet të vendoset edhe të zgjidhet, por dy protestat na treguan që të rinjtë kur duan mund të dalin në protestë dhe të tregojnë revolt. A do të ishte ndoshta protesta një prej mjeteve më të mira që të rinjtë edhe në të ardhmen ta shfrytëzojnë për të shprehur pak kënaqësitë e tyre? Çdo herë, jo vetëm nga tret, çdo edhe kamarierët e lokaleve, menaxherët e lokaleve në përshkup edhe gjithandej dalin në një protestë ose një arsyeshmëri në terren me një pakënaqësi të tyre, ajo është për t'u përshëndetur, se çdo herë arma edhe më e mirë edhe më demokratike është ta shprehesh edhe me protestë. Unë nga natyra jam tip që du të vendosemi në bashkëbisedime dhe në diskutime, masa çdo herë për mua është më e mira, mirë po t'jete transparente dhe e mirë për të gjithë, mirë po jam edhe pjesë që i përkra edhe iniciativat edhe revolucionet që ngritën konkretisht mund të ta komentoj, nuk dua të hejnë ato komente se a ka pat dorë pozita, a s'ka pat dorë opozita, nuk du të hi pasi që i demantoj gjithë se cilin që mendon që dikush është e pjesë e asaj, pasi që me i pa ato 3-3-ja, shumë kush e një dhe Agronin nga aty, pasi që thash Tetova, Shkupi është e vogël dhe gjitha imponohon 3, dikush se familjes është pjesë e një X partisë politike, dikush është i drejt për drejt i kiqët, mirë po mesazhi ishte nga fillimi që kjo iniciativë tjese provimi i jurisprudencës, edhe atë kum përkrahur gjithsesi maksimale edhe unë si individ, dhe kam shpreh qëndrimet e mia edhe në për televizion edhe në për rrjetet e mia sociale, mirë po kur jemi të ajo të rritë se a mundet dhe mundet, se pas që u dëshmon në dy protestat paraprake, çdo herë ka lëshime të protokoleve të mundshme ku i kam shprehur në mënyrë formale dhe jo formale, kështu që kur kam dëgju dhe i kam pa pjesë organizatorët konkretisht kur i kam pa në takime formale dhe jo formale, ku çdo herë ka hapësirë për të përmirësuar një iniciativë, mirë po vetë fjala rinia ka dalë në rrugë, kjo duhet përshëndetur. Tash zgjidhja është shumë e qartë, e kam thonë, e them dhe do ta them. Ligj për gjuhët, pas 10 viteve, në pushtet të ish regjimit të Gruevskit, u dash të vije Lidhja Social-Demokrate, konkretisht u dash të vije një zëra në zef, dhe të mere ligj për gjuhët që 3 herë ka kalu në parlament, të përkrahur nga gjitha partitë politike shqiptare, pozitat herë koalicioni jonë, edhe opozit, që duhet t'i themi këto dhe t'i mbillim si tema, mos i lëmë me fragmatizëm dhe nacionalizëm të panevojshëm të rritë,
3 herat aso kohë ish presidenti Ivanov, e ktheu 3 herë deputetët e LSDM-s me vizion qartë evropian. E votuan që fatkeqësisht këtë nuk e pranon askush, mirë po kjo është një fakt i pamohshëm që numrat dhe veprimet janë në kuvend, dhe në atë ligj janë të qartë edhe ligji për jurisprudencë. Ka lëshim tash ligji jurisprudencë që nuk është definuar edhe për maqedonishtën që të jepet, mirë po ti harmonizojmë, ta krijmë këtë çështje edhe t'ja lëm lirinë. Jam shumë i sigurt se një re për shkak se vetë vi jurist, për shkak terminologjisë që mëson në studime, prap do zgjedh gjuhën maqedone për ta dhënë provimin e jurisprudencës. Mirë po, kemi shtete si Zvicra, shtetet skandinave, jepja mundësinë pasi që ajo na garantohet me ligj dhe kushtetut. Ne bëjmë bashkëjetesë, nuk bëjmë ndarje. Mirë po, kur vijnë këto indikacionet nga jashtë, çdo herë imponon kësi sistema dhe nuk është e rrugës unë ta komentoj pasi që nuk ndaja se se vlerash dhe çdo herë i bëj skip, që jem shumë i qartë dhe konkret. Mirë po, analist të dëshmuar dhe analist të menduar mirë, me gjithë respektin për shumë analist dhe shoqe dhe gazetar dhe opinionist dhe komentues të ngjarjeve publike, mirë po ka edhe çdo herë indikator që vinë marionet të themi dhe komentojnë që këtu ka dorë dikush ose dje. Nuk ka nevojë që jemi, çdo herë do ketë dikush dorë. Kemi shumë që edhe opozita konkrete është, këta kishin pas në situatën e njëjtë, do kishin tentuar. Jo, unë për atë thash i demantoj çdo kënd. Mirë po, shumë kush e njeh atij Agronin dhe unë i respektoj dhe i përkrahi. Me disa kam edhe fotot përbashkëta. Çka tash themi Agroni? Era. Jo, domosdoshmërisht duhet t'i pranojmë ato akuza, mirë po lëshimet protokolare të protestës, posaçërisht të ditës, i kam shprehur edhe unë, ta them edhe publikisht, pasi që çdo herë ka nevojë për një menaxhim më të mirë, mirë po euforia studentore, ku vetë kam qenë student, ka lëshime, mirë po uroj që ato t'jenë të pamenduara, ku kam pasur handicap edhe lëshime, dhe uroj që zgjidhje të ketë, dhe të rinjt, kur do që është nevoja, dalën në rrugë dhe të shohën se nëse nuk dëgjohet zëri i rinis, t'i krijmë çështjet edhe me protestë. Mirë po, nëse është nevoja, do merremi vesh, do ulemi të gjithë dhe suksesi jetë i gjithë i ndarë me një përqindje të barabartë. Jo të jemi krejt triumfues, ne e kritëm, ato nuk e kritën, këto 20 vjet, ato 20 vjet, shkoj jeta, shkoj rinia në mes të kësaj teme, me kësaj muhabetësh. Edhe si dalun në debat me një person që do më hape vetë të ditre tema, s'ka muhabete tjera, s'ka tema tjera, andaj çka duan le bëjnë, ne do merrim me vizion evropian, do merrim me vizion hapërimin përpara të shtetit ton, bashkë me këto treja që mendojnë se është më mirë. A është shteti duke shkuar mirë? Fatkeqësisht shteti nuk është duke bërë asgjë poshërisht për rinin. Ne kemi një shtet i cili tashmë vetëm na zhitën borxhe të reja, tashmë vjen një borxh i ri në parlament, ne dëgjojmë parlamentet dhe deputetët tonë vetëm për borxhe të reja që kalojnë formalisht me mashinerinë votuese të tyre të deputetëve që s'dinë edhe çfarë borxhi marrin, mirë po këtë propri kërkojnë ndryshim me 8 maj. Unë çdo secilit i them, nëse mendojnë se ki ndryshim, posaçërisht pala, maqedonase, shumë shoqe të mejat, që mendoan se do dale mirë, ja që rezultati është i tillë që vetë vi me një punë konkrete, ku vi me një rrugë të mirë, të jemi shumë i sinqert, me një kushte të mira ku institucioni ku unë vi punoj, nëse unë nuk mundi ta përballoj, ande nuk kam familje të formuar, e mendoj atë nonën ose atë prindin i cili merr rrokë minimale se si përballohet me atë. Këtë ta mendojmë ne. Ta mendojmë se rriman çështjet bazike të harxhimeve në një familje konkrete, pavarësisht nga cili rajon vjen edhe nga cila etni, mirë po kjo është e më e dhimbshme, e mundshme që duhet të jetë temë konkrete e politikanëve dhe ne andaj kërkojmë referendum për EU kërkojmë. Të shohim çka mendojnë rinj. Edhe referendumi nëse do bëhesh do kisha dashur edhe më shumë kohë të jepet timing dhe ta bëjnë posaçërisht grup mosha rinore, ta shohën se 100% garantoj që çdo i ri e re do votojë po atij referendumit. Dhe ta shohim çka mendojnë arma më e fuqishme e një shtetit konkretisht rinia. Kësaj temash ne duhet bisedojmë, mos bisedojmë se kush ka dorë tret ose kush ka dorë zezë.
fatkeqësisht çdo herë nga fillimi i shtetit dhe themelimi i shtetit ka pasur indikacione anësore që të jenë pjesë prishjes një procesi të tillë. Mirë po, ti dekalojmë dhe ti demantojmë asaj si lloje, pasi që ato vetë korritën dhe vetë dalën keq para masës. Këtë mund ta them si një koment, mos vjen si kritik. Në fakt, shumë gjëra për cilat ti vetë se më preken, ne do vazhdojmë të flasim, do shkëputemi për pak publicitet fillimisht dhe më pas do rikthehemi sërish në studio. Po rikthehemi sërish në studio dhe jemi në pjesën e tretë të këtij emisioni. Do fokusohemi pak më shumë tek studentët agron, sfidat me cilat ata sot po përballen. Kemi një ligj të ri për arsim të lartë i cili është në proces e sipër. Thoj pak, është lehtë sot të jesh student? Është e bukur të jesh student ashtu si ka qenë kur ke qenë ti? Koha më e mirë në jetës, çdo kush edhe ai plaku, domethënë që është para pensionit ose në pension, thot ta kthej kohën edhe një herë të jemi i ri. Nuk kërkon asgjë nga krejt ato sukseset, jo sukseset gjatë kohës së jetës që ka përjetu konkretisht, edhe kjo është një fakt që duhet ta pranojmë që jeta studentore është e bukur dhe është e mirë. Kur jemi te ajo se si duket një student sot, ne kemi lloj-lloj student, tash i komentuam deri tash, kemi edhe student që vetëm janë pjesë e ligjëratave dhe provimeve dhe vazhdojnë jetën e tyre private. Kjo është një numër dhe ajo goxha i lartë, e kemi komentuar edhe në emisionet paraprake. Mirë po ka edhe ato që duan bëjnë aktivitete që sa rritën e shtohen, dhe opsioni i tretë i atyre studentëve që janë jo të përgjithshëm fatkeqësisht që herë kemi pasur se rebela, të lazdruar me një fjalë, koha rinore sjell gabimet edhe sjell lëshimet eventuale. Kur jemi te ligji për arsim të lartë, realisht është dita herë që në NR publikohet, e kam lexuar herën e ditë më shumë, e kam shtjelluar. Në aspekt individual kam kritikat që Ministria e Arsimit konkretisht bëhet ajo institucioni më i fortë mbi institucionet e larta, konkretisht universitetet që është, mbas të ligjit, dhe ministresha nuk e di a mendon që do rije shumë gjatë ministresh dhe do jetë çdo herë ajo mbi këtë proces, nuk e di si e sheh veten këtë ligj. Mirë po, çdo herë kur ka ndryshime, është e mirë që të ketë edhe rregullime të ligjeve, pasi që institucioni më i lartë, kuvendi, deputetët të zgjedhur nga populli marrin asaj vendimesh dhe duhet të shqirtohen mirë, pasi që ligji kur ndryshohet mohin fuqi dhe nisemi të thirremi me atë ligj. Kritika pam nga ekspertë të jashtëm të fushës të brendshëm nga vetë universitetet, nga partitë politike, konkretisht edhe te na, do me thonë, çdo herë kur ka ligje dhe propozime ndryshime, koordinatori i grupit parlamentar të deputetëve sjell në parti dhe në bordin ekzekutiv propozime konkrete dhe ky ligj do me thonë nuk ka arrit në kuvend që të diskutohet. Kemi ligje tjera, si është që ligji për përfaqësim drejt, ligje tjera që borxhet tash i kanë prioritet një herë të i kalojnë. Edhe kam kritikat e mia në aspekt personal. Në aspekt politik, ne nuk kemi një vendim final kur jemi pasi që duhet të thirrëm edhe vetë nga pozita që vi, pasi që opinioni vetë edhe preta, të jemi shumë të sinqert. Mirë po, versionin final se si do veprojmë ne si opozit, çdo herë ne i masim mirë dhe konsultohemi me persona konkret, ne kemi edhe profesoresha që janë përkrahës dhe janë pjesë e Komisionit për Arsim dhe Kulturë që funksionon kuadër e partisë. Do e shqirtojmë, mirë po nuk duhet shpejtuar, se ligjet mbasi hin fuqi, pastaj ato gabimet mundet t'i përmirësojmë, mirë po i lën ato problemet dhe ato ndëshkimet eventuale të mundshme që dikush i ka paramenduar, pas asaj duhet të mirë kuptohen më shumë këtë rast profesorët dhe universitetet, sipas meje duhet konsultuar deri në detajin e fundit, se ne kemi universitete edhe shqiptare, shumic shqiptare dhe shumic maqedone dhe me përzime. Tashi kur him të këto 4 koncepte të ndryshme, duhet krejt të këshirim detajet.
Ka pas shumë organizata që kanë dhënë komentet dhe sugjerimet dhe kritikat me vend dhe ne i ndjekim këto, jemi pjesë e ndjekjes së këtyre proceseve, të shohim ligji, le vijë një herë në kuvend, do diskutojmë dhe të shohim versionin final. Nëse mendojnë ato që është më e mirë, ne do apo mendojmë atë më mirën. Nëse ato mendojnë se neve do na shurllojnë ose do na mbyllin sit, ne nuk do i mbyllim sit, pasi që opozita për atë punë është. Nga njëri në aspektin unë kur kam qenë unë student asë kohë, para se më kandidu për kryetar parlamentit studentar, në asë kohë ishte Renata Deskovska me ndryshimin e pushtetit, asë kohë unë ndryshu ligji, pasi që për herën e fundit asë kohë unë ndryshu, edhe çdo herë edhe atëherë pat kritika nga eksponent fushëve ekspertët parti politike, mirë po ligji u soll me ato komente, me ato sugjerime, edhe tash ti dëgjojmë krejt, jemi konstruktiv dhe nëse nuk dëgjohen krejt apalët, nuk ka efektivitet vetë ligji. Andaj mendoj që edhe pushteti, edhe ministria konkretisht, do i dëgjoj sugjerimet, edhe tonat, nëse do kete me vend, ekspertët e na e shqirtojnë dhe do e shofim për detaje dhe për votim. Çdo herë jemi sjell konstruktiv edhe në kuvend edhe gjithandej, mirë po shpesh herë kemi hasur edhe në vesh të shurdhur që mendojnë se nuk ka nevojë për opozit, a opozita është pjesë e demokracisë konkretisht e ne kemi respektuar të mase kur kemi qenë pjesë e pushtetit. Definitivisht dhe në fakt mbesin shumë gjëra të cilat ende nuk janë mbyllur dhe që janë diskutuar shumë këtë kohë, por gjithsesi ato me cilën vim në përfundim është që rinia është një armë shumë e fortë dhe ajo duhet shfrytzuar dhe vetë rinia duhet lëvizur, kështu që Agron të falenderoj shumë për prezencën sot. Faleminderit edhe ti për ftesën, kurdo që është nevoja për drejt, jam këtu dhe do t'jem dhe gjithherë të marrim çdo herë vendime dhe të marrim iniciativa më të mirë për armën më të fortë të shoqërisë, pasi çdo herë unë e them media dhe rinia janë këto vëlla e motër që nuk duhet ndahen gjithatëherë dhe u falenderoj që u jep një hapësirë trive dhe trejave për mesazhe dhe iniciativa që shprehin në shoqëri dhe gjitha vendet ku është e nevojshme. Edhe një herë falenderit për ftesë.